Njerëz, sot do përgatis fasule me mish të thatë në një mënyrë super të lehtë që nuk do më mundoj fare. Do t'i përgatis një petergjeria këtu. Tani, do bëj unboxing këtë kutinë që është me mish, po ashtu ka brenda dhe mish të thatë që më përgatis fasulet sot. Këtu brenda kam mish viçi, borzolla viçi, kam mish të grirë për biftek, kam mish të thatë, edhe fileto pule. Një këto I kam porositur nga Albanian Business që është I bazuar në London, ka fermën në London, por bën delivery kudo. Një tojnë në Northampton edhe në salon të dera I shtëpisë. Mishin e viçit unë e kam provuar dhe më parë dhe është super I shish, në do në gjellën të shishme. Bëj e gjellën në gocën, si të në shumë më mirë. Kjo është mish I thatë, që do vej fasullet sot. Pasterman, mishin e thatë e kanë silë nga Shqipëria. Location që unë I kam porositur këto lartë tag. Edhe për porosi merr vetëm te numri I WhatsApp-it, do lodhe numrin e WhatsApp-it këtu nëse doni. Të keni porosit tuaja. Po ashtu kanë pula free range, kanë sunxhuk, mish qingja të njëjtë. Tani unë këtë mishin do ta ndaj në qese dhe do ta vendos te ngrica, sepse është shumë. Me këtë mishin e viçit do borzolla do pres vjerin dhe vjerën se do më vinë nga Greqia. Për kinjen e gocës, me shëndroj një muaj këtë pushime. Yay! Herës tjetër do keni video kur do bëj këtë mishin e grirë, që ta bëj biftek. Filetën e pulës, në një video tjetër do e bëj me një sos për makarona apo për pilaf, që do dali fantastiko. Dhe me në dikesto, në këtë. Tani do pres mishin, besoj se kaq do jetë okej. Tani unë fasulet I kam vendos një ditë para në ujë që të zjenë më kollaj, si këtu në anglisht me zjenë. Po hedh fasulet. Ujë të ngrohtë, mishin e thatë. Nuk e bërë të gjithën se ishe shumë, për 2 persona vetëm. 2 kokra shepe do t'i pres më 4, por jo tamam, vetë që kështu, në mes. Kështu. Dhe pak vaj ulliri. Pak speca djegëse nga këto. Rënë pak si shumë. Edhe pak fare piper të zi. Tani do ta vendosë kjo tenxheria këtu. I mbyll kapakun me kujdes. Edhe të vendos opsionin e fasuleve këtu, që është për 40 minuta. Kaluan 40 minuta, I nxora avullin të gjithë aty dhe tani do ta hap. Wow. Ja që kënë që është bërë këto? Do proj fasulen që të kanë zira për jo? Nuk po më besoj që ato zien për 20 minuta. Si fasulet, janë zien komplet. Edhe mishi po ashtu. Edhe nuk do t'i vendos më, thjesht do bëj të marr ato 2 qepë do t'i vendos këtu. Të vishtoj piper të kuq, nuk është djegës, një log të kjo këto. Edhe krip. Edhe pak fare rigon. Tani do t'i miksoj. Se si duke do t'a skuq pak në tigan tani. Ta jetë këtë brenda. Salcë domate nuk do përdor fare. Tani me kapak të hapur do e lësh që ta ajkosen mirë. Se nëse I vendos kapakun ato vetëm do zjejnë mirë plotësisht, por nuk ajkoset lëngu. E lash vetëm 10 minuta dhe shiko si u ajkosën sa mirë. Tani do ta fik. Duken shumë të shishme. Yummy. Edhe për Aldin. Vetëm shikoni pak si ka shkriv mishi. Fije ikën. Shka. E provova pak shpare dhe është super I shishme. Aman veç porositin një këtë mishin edhe do më kujtoni. Bye bye njerëz.